Të ndalur tek një tjetër zhvillim në fakt në burgun e Fierit, një i dënuar ka tentuar që të arratiset në një plan të mirëfillt arratisje, duhet thënë. Për të tjera të dhëna kam kolegen Valbona Davidi në një lidhje të drejtë për drejtë. Valbona, të përshëndes. Cili ka qenë plani i të dënuarit dhe si u bëj mundur kapja në kohë e tij? Duket se ka qenë një plan i mirë organizuar, përderisa ka patur kohë i dënuari, i paraburgosuri në fakt, sepse burimet nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve na bëjnë të ditur në lidhje me këtë informacion se vazhdon të jetë në paraburgim dhe se është marrë pretenca ose është dhënë pretenca për Bledar Selmanajn për burgim të përjetshëm. Kjo me sa duket tek ka bërë të burgosurin Selmanaj që të planifikojë këtë arratisje të dështuar tashmë. Është një ngjarje që ka ndodhur, është regjistruar të mërkurën, pra ditën e djeshme në orët e para të mëngjesit të ditës së mërkurë, sipas burimeve zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Bledar Selmanaj ka qarë murin e qelisë së katit të parë aty ku ndodhej i vetëm, duke përdorur forcën, por duke përdorur çarçaf dhe peshqir në duart e tij, pra ka sajuar në një farë mënyre një mekanizëm të tillë për të arritur që të çajë murin fillimisht, më pas ta shem në një pjesë të tij dhe të dalë në oborin e burgut të Fierit, ku prej aty, kujtojmë se është ora 3:45 minuta kur ka ndodhur kjo ngjarje, prej aty është ngjitur në terracën e burgut, të ndërtesës të kësaj pjese të burgut, nëpërmjet tubave kullues të terracës, duke qëndruar më pas ose duke u fshehur në atë që quhet kupol ajrimi, është një strukturë që vendoset në pothuajse në gjitha ndërtesat e reja dhe që kryen funksionin e ajrimit natyral të ndërtesave. Aty ka qëndruar për afërsisht 3 orë, sepse është kapur rreth orës 7 të mëngjesit. Pra, që prej orës 4 të mëngjesit të ditës së djeshme deri në orën 7 të mëngjesit, kur është kryer kontrolli në qelitë e burgut, kontrolli rutin, kur dhe është parë dhe është kuptuar se i burgosuri nuk ndodhej në qeli, ka qëndruar pikërisht në kupolën e ajrimit, duke pritur me sa duket të bëhej ndërrimi i turneve ose një moment të përshtatshëm për të kaluar nga pjesa e ku ishte fshehur, pra nga kupola e ajrimit, dhe për të zbritur nga terraca me një litar. Duhet të theksoj se deri tani jam duke folur për burime zyrtare të konfirmuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, ndërkohë që për sa i takon pjesës së litarit, kjo nuk është konfirmuar nga burime zyrtare, por nga burime të brendshme nga burgu i Fierit. Në fakt, ky detaj është pikërisht detaji që e bën atë tentativë arratisje të mirë organizuar, sepse në të kundërt do të kishim një tentativë arratisje utopike, duke pasur parasysh faktin se nga terraca ku është ngjitur dhe është kapur Selmanaj nuk do të kishte asnjë lloj mundësie tjetër, përveç se të kishte një mënyrë ose të largohej nëpërmjet litarit ose në ndonjë mënyrë tjetër. Rreth orës 7 të mëngjesit pra është kapur, është kuptuar mungesa e tij në qeli, është bërë kontrolli i kamerave nga stafi i sigurisë së burgut dhe është parë se ku ka qëndruar Selmanaj duke bërë kapjen e tij dhe rikthimin në qeli tashmë në izolim. Selmanaj që ndodhet në burgun e Fierit prej pak kohësh, sepse ai ka qëndruar në burgje të tjera të vendit, ka tentuar, dhe kjo është tentativa e tretë e arratisjes së tij nga burgu, ndërkohë që akuzohet për vrasjen e Giuliano Bullarit në Vlorë në vitin 2021, një akuzë të cilën nuk e ka pranuar dhe për cilën pretendon se është i pafajshëm, por prokuroria ka kërkuar burgim të përjetshëm për të, ndërkohë që edhe kjo tentativë arratisje duket se do t'i bashkohet dënimit penal që do t'i jap gjykata ndaj tij. Qartë, Valbona, faleminderit për raportimin e drejtë për drejtë.